Zonja dhe zotrinj, welcome to Zero Fucks Given. Vazhdojmë me episodin ton me telefonata. Faleminderit Albanian Clothing Club për veshjen e sotshme dhe Skins Albania për këto produkte seksuale që kemi këtu në tavolinë. Vazhdojmë. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, si je ti? Mirë, përnderes. Ço po bën? Ishëm punë. Po pse më frymë kështu? Ha? Pse më frymë kështu? Jem lodh, për të thotë jem lodh. Je lodh sot, ë? Çfarë punon ti? Tepër. Punoj kuzhinier. Kuzhinier, sa lek bën muaj? Po. Për sa hesh? 900. Okej. A i ke problem femrat materialiste? Edhe njerë? A i ke problem femrat materialiste? Jo, si kam problem, deri me një mos. Deri me? Deri me një mos, nëse munda me dal. Okej. A ka rëndësi me sa individ ka fjetur një femër, në qoftë se ti do ta martoja? Jo, e kalum janë do të më fshit, s'ka rëndësi. Po me pas 50 veta, ajo. Po tash, zbesoj që tregohet shifra, po e kalum janë mbyllet. Po, Se vendosë diçka kalum janë mbyllet. okej, po si kur të këtë qetë me i shokun ta? Nuk më nërë me një. S'ta mërë me nja. Pse, qa kanë shokët e tu, janë me defekt? Jo, nuk më nërë me një, thash që kanë kafjet. Pse ti ke, po flet për gruan që ke, apo po thua kështu në përgjithësi? Ja, nuk kam grua. Okej, okej. Kështu në përgjithësi. Po pse s'ta mërë me nja, ti ne po hedhim hipotezë, nuk është se po flas për ndonjë rob specifik. Po, jesht hipotezë, po ashtu mendoj. Okej, po të thot ti femër që ka fjet me i femër tjetër. Po që ti bëj tash unë? Se mund t'ja hiqe ato, ka fjet. Po në qoftë se thot, zemra ime unë ty du shumë, thot, nuk të rathoj kur, po unë kam nevojë herë në muaj të shkoj të flej me i femër tjetër. Po që të bëj tash? A do e kishe ti problem? Jo, ma, pse problem? A do kishe dëshirë ti t'i bashkoheshe? A do kishe dëshirë ti bashkoheshe? Apo nëse është kërkesa e saj, po. Nuk do me thënë ti, qa kërkeset ketë ajo, je pronto. Nëse munda, Nëse, i ka mundësi m'ja plotësu, du të m'ja plotësu. Pse jo? nëse ke takat, do me thënë. Po, normal. E marrë vesh, do takat a i muhabet, s'ke faj. Si do reagoje, në qoftë se një femër do të thoshte që është e virgjër, po e ka ngrënë nga mrapa tër jetën. Do ishte befasi, surprise. Do ndihesh kështu i privilegjuar që të merreshe me të? Po, normal që po. Po, do ndihesh i privilegjuar. Normal. Do ma shpjegosh pak logjikën pas kësaj përgjigje? Për zotin, për momentin nuk kam posë është nabet pak me gjatë. Do ikësh prapë në punë? Po, jam deri në 19:30, jam prapë punë, edhe kam shumë kërkesa, po të kohë atëherë, pa tjetër, pse jo. Okej, ma boj zile. Pa tjetër. Hajde. Faleminderit shumë për mirëkuptimin, Gjithashtu mirë pafshim. pafshin. Se kishte problem kjo, as i gjo. Kur t'jesh e lirë zemra, boj SMS të boj naj zile. Po dritë. Alo. Alo, Si jeni? mirë si e ti? Si jeni super, nga ka qërë fotën. Me të shuna tje? Po. Qa jeni të bo? Dojë drejt. Hajde quna se kena muhabet interesant, kam ca pyetje interesante. Hajde. A ka rëndësi me sa individ ka fjeti femër? Pyetja parë. Ka. Për çfarë ka? Do dhe shpjegim. Po, më duhet dhe një shpjegim. Do me thënë, me qa numri jeni rahat ju që të ketë fjet ajo? Maksimumi 2. Maksimumi 2. Shumë të 3. Qa thot ai? E shumë të 3. E shumë ta 3. Do me thënë, tani po kuptoj pse gjitha femrat në Shqipëri thonë t'je i dyti. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Vazhdo. Po nëse të thot një femër që ka fjetur me një femër tjetër, do e kishit problem? Ja. A do e merrit seriozisht? Për kontra, të ishi pozitiv. Po, po mirë, po a do e kishit marrë seriozisht atë femër? Pse? Ndoshta. Ndoshta.
Po pse ndoshta? Ça nuk pëlqet ty këtu? Ça të bën mos me e marr dot seriozisht? Jam pak shozi. Ha. Po, s'kuj di, dhe në është pëlqen dhe gocë, s'pëlqen shumë. Se ke problem ti tjetri? Vardë. Po Çdo varë, gjë me varë më sot. si? Çdo gjë varë diku sot. Po a ishit martu me të për shembull? Po, Ishe martu? po. Po me të thënë ajo thot gruaja nesër pas nesër, thot zemra ime unë ty du shumë, thot herë në muj unë kam nevojë të shkoj të flej me një femër, nuk tradhtoj me meshkuj. Jo. Jo. Po, jo. Pse jo? Nuk e mjafton prezenca këti. Afroj mikrofonin se nuk të dëgjoj. Nuk më afton, Prezenca. Çfarë tu thonë ora? nuk më afton prezenca. Prezenca e kujt mërë? Ti kap me kokë jashtë. Qa mo? Prezenca i mashull, ja, të s'po me i femër, shkoj. E ka ty të rushme? E ka nevojshme. Ndryshon pak, po. Edhe seriozisht nuk është e kësja marrë aq. Jo, është çik problem. Po do të thoshte hajde edhe ti? Jo. Edhe bo. Ky shoku bo, po unë jo. Zbohesh ti. Unë jo. S'ke takat ti. Po takat, aj sa më vonë zloti. Okej, pyetja tjetër. Më mirë se këtë e kam të lezetshme, kjo më pëlqen shumë kjo pyetja. Jo. A dëgjonëra? Po, pra po. Ha. Tashi, priti herë para se të bëj pyetjen, bëni re këtë muhabetin nga vishit e 10-ta. Qa ishe tu fol para kësaj? Ishe tu bënë një muhabet interesant apo shoqëri ju mora unë? Jo. Muhabetin ti shemi të bo tashi, që të tha ky shoku, të muhabet të bosh. Qa thuti, për qa ishe tu fol? Për lidhje serioze. Për zotin. Po për zotin. Edhe keni ngell, apo keni na një, apo... Jo, se kena kohë. Sa vjeç jeni ju? 22. Ha, po ju tjerët, Unë për sa vetë jeni? 20. 2 veta jeni? 3. Tre, po njoni është... Edhe doni lidhje serioze jo? Jo me njëri tjetrin, jo. Po pra po, e mora vesh që jo me njëri tjetrin. Jo, serioze, tashi... Po, kismet kako. Po, qa po diskutoni, pra më thoni dhe mu me gjë. Që jam jetën e. Jam të diskutues, jam të fol më bet serios me gocë, edhe është më duk shumë gocë e mirë të tash. Qa do me thënë kjo për shembull, shumë gocë e mirë? Që s'ka qenë me shumë se 2 veta e para? Jo, nuk ka lidhja, apo është e brinjë, është delikate. Është shu e ëmbël, e kundërta ime. Po. Gocë. Sa do që në pëlqen aja e kundër ajo. E marr vesh. Të vazhdoj me këto pyetje tun. Po mirë, inshallah të eci herë me këtë gocën. Ha, pra, vazhdojmë ato pyetjet. Vazhdojmë. Tashi, më mirë t'jetë kurv edhe mos ta di njëri, apo të mendojnë rob se është kurv po s'është kurv? Më mirë nga dyta në rëvshje. Mendojnë rob që është kurv dhe s'është. Po. Po mendon që në Tiranë ndodh shumë ky fenomen? Po, no. Po si e dalloti për shkakun nëse është ose s'është? Edhe në shumicën e rasteve ndodh kjo. Është kjo mosha e 13-14-15 vjeç, këta janë vari lesh, këta nuk diskutohen fare. Po kam vazhduar edhe këta nonat, 35 e sipër. Mamit. Qa bëjnë mamit? Se është bot qik fenomen këto mamit në Tiranë. Janë bo shumë... Biles nga mosha ju i kam një gjuj që ju kanë me qef, kështu. Shumë agresive janë bo. Për zotin. Po për zotin. A kena i rast shumë interesant? Një, po... Si ka hec. Si ka... Nga shpia deri, po... E se po në plonë, po ja super. Si? Në ka rastisja 2 herë, po i heqe u kry çdo gjë, do të mbaroi. Arriti deri pas fundit. Qa do me thënë kjo? Marrëdhënie. Po, edhe po hëpra më thuj në i gjo.
Gjetë me bagashtu, s'ka shku më tepër. Është çik shove atë. A kupton me fëmijë të vogël tash në shtëpi, burrë se ke shtëpi, okay. Ka ik për të bërë lek, për të marrë ty fëmijën prap. Atëherë unë mendoj që meshkujt e femrat duhet të edukohen pak mbi kulturën e tyre seksuale në Shqipëri, kështu që vendosa t'ju prezantoj me skins, që ka lloj-soj gjërash që ju të përdorni për të lezetuar veten tuaj. Duke filluar nga vibrator që kanë lloj-soj formash dhe nuk kuptohen fare nëse keni kështu prindër shumë strikt në shtëpi ose ku di unë, nuk doni ta marrë vesh burri, duke vazhduar te lubrifikant me lloj-soj shihesh që pse jo t'i përdorni për stimulim më shumë se ç'duhet, lodra për meshkuj, keni disa spray dhe serumesh. Spray dhe serume që mund t'i përdorni për të zgjatur më shumë. Unë po qesh sepse e di që është pak tabu në Shqipëri, por mendoj që ja vlen t'i përdorni që të mos jeni kaq të frustruar nga jeta. Prezervativ me lloj-soj shihesh, gjithashtu lubrifikant përsëri dhe po hap një nga këto, vetëm t'ju tregoj një nga vibratorët që kemi. Doni t'i blini një trëndafil të dashurës suaj, mund t'i blini një vibrator që ngjan si trëndafil dhe e gjeni te Skins Albania që është në Instagram dhe Skins Albania në website, do t'i shkruaj të dyja këtu. Nga zysha juaj, sot e mbyllim mësimin. Po pra kështu lloj rastesh kam dëgjuar shumë edhe unë, edhe nga shokët mia, kupton. Edhe kjo të trem pak. Për të ardhmen tate thotë ti apo si? Po edhe për të ardhmen edhe për faktin si po jetojmë. Kur mendoj që ashtu bo, çfarë? Po mirë. Nesër pas nesër në mund të ndodhi me atë që je martuar apo ti. Po bo vakim me rob shtëpia. Bo vakim. Po, unë kam përshtypjen që kanë edhe i çik nga që këto se kanë jetu brezi këtyre i çik jetën duket kur kanë qenë më të reja, kuptohet, prandaj shpërthejnë kështu. Nuk kanë qenë kaq. S'kam pa botë sociale. Po pra po. Po mirë. Unë mendoj që këto gose që i ka kalu gjitha më të mira se këto që Qa do me thënë t'i kalosh gjitha? Këto që kanë kalu çdo eksperiencë, këta janë më ndryshë, kurse këto që janë sa kam dalë, a kupton? Po mirë, tashi çfarë thot duhet ketë vetëm 2, tashi thoni duhet ketë eksperiencë. Po pra. Po hën, kush tashi? Tashi. Ha. Ne jemi këtë dyja, po gosën që pa zemë, që sa kanë filluar shkollën, që janë kështu që zbrezin në malit, ta kupton? Zbojnë ato. Jo, nuk është që zbojnë, po thjesht do shkoj dje më të pikë. Deri në qa pike? Folë bur, fol ta mamë, bur mos mi maj. Dje më të pikë, do shkoj di bëj gjitha. Do i bëj gjitha, thuti, se do shpërtheja jo me naj pikë. Po bin kontradit, pra ky muhabet bin kontradit me atë që ishit të thënë, a kupton? Si the? Futim pisë edhe ata tjerët, mos i lë të bë muhabet me njëri tjetrin, se nuk të dëgjoj mirë ty. A jam speaker? Ti? Normal që po. Po pse nuk futen dhe ata në pistë? Jo, vetëm unë jam të fut, mos i tjetër ka punë dorë. Okej. Po ku jeni të shkuar, çfarë jeni të bë? Jemi të dalë, jemi të qenë më pak. Nga do ikni? Ka qenë. Ikim ta vezën. Po kjo, mirë, më fal, po këtë mamin nga i gjete? Po ka pak. Punoj kuzhinë. Ku? Punoj kuzhinier. Ha? Edhe kliente. Aha. Edhe i kështë thonë atje të kamarierit. Ta lujti ajo ty e para. Po. Edhe si e manovrove ti këtë muhabet? Jo se manovrove, pjesë dolin tem direkt. Po të pëlqeu ty kjo apo ti intimidoi çik? Vallai, ishte pak intimiduese, po. Ja dole. Bjeci ka. E këtë me sukses. Okej. A donte na i gjoj që s'duaj apo në rregull? Jo, nuk kishte kushte. Okej. Ishte më të mira se këta 20 vjeçarë që për kushte, nuk kishte fare. E kishte i burr. E donte i çon t'ja blende, e donte i orë ja blende ai. Ora, disa muhabete kam një gjuhë kështu, nuk është normale, më për zotin. Unë me roda gjithën e guys. Ço po më? A? Prettier, 2 sekonda.
Respekte çuna, prit se mund t'ju marr më vonë prap. Okay. Ciao. Sa të mirë. Zilën e bëm, detyrimin qytetar e çuan vend, thot ky, patjetër. Alo? Po ti e bën detyrimin tat, po e bëj edhe unë detyrimin tim me të marr mbrap. Këto nuk e prita fare. Po qa prisje ti? Po, ku ta di unë, thash, doja ta provoj ndoshta WhatsApp-i atë punon ajo. E kuptoj. Po tani qa konkluzionit dole? Po, më ke habit, më ke fascinu. Pse kështu? Se thire, se prisja se do thirje. Po, kam kuriozitet për një temë shumë interesante dhe prandaj të mora me thënë drejtën. Po, se mendoj që meshkujt i perceptojnë gjërat interesant. Po, patjetër. Do flasim pak për femrat në Shqipëri? Ku jeton ti herë? Unë jam nga Maqedonia, kam jetu deri tani, do me thënë për afro 11 vite kam jetu në Istanbul. Okej. Edhe do me thënë jeton andeti? Po, realisht unë jetoj edhe këtu edhe në Istanbul, mes Istanbulit edhe Tetovës. E kuptoj, okej. Pyetja parë. Po. A ka rëndësi me sa njerëz ka fjetur një femër? Po. Sa është numri që ti pranon? Numri që unë pranon, mbi 3, flet të kështu, mbi 5, besoj se është shumë. Mbi 5 është shumë, okej. Po. Po të thoshte që ka 7. Nuk e di, shumë trauma. Shumë traumë, nuk do e përballoje dot. Ja. Po mirë, po një mashkull me sa femra duhet flë? Njëjtë edhe për atë. Duhet jetë njësoj nga 2 anët. Nga 2 anët. Çështja është se në 2 anët ka trauma. Po pse trauma, kurse ti e boke edhe kështu nostalgjike fare? Jo, nostalgjike shkaku se gjithmonë janë, do me thënë njerëzit janë të prirur për të bërë krahasime. Po. E kupton? Edhe kjo, do me thënë, nëse partnerët, kur ka shumë partner, gjithmonë edhe krahasimet shtohen shumë edhe pastaj edhe pakënaësia shtohet shumë. E ke parasysh? E kuptoj. Po nuk ke mendoj këtë, po okej, në rregull. Si do reagoje nëse një femër do të thoshte se është e virgjër, po ka bë seks anal? Nuk e di. Thjesht nuk e di. Nuk kam pasur një përvojë të tillë, them drejtën. Çka ka qenë ai përvojë kështu që të ka lënë me gojë hap me ndaj femër? Po, ka pasur përvoja të ndryshme, edhe çështja është se kam shumë internacionale, kam pasur lidhjet edhe për këtë arsye është pak më ndryshe, e kupton? Se me shqiptare nuk kam pasur shumë punë. Okej, po më thënë ndaj rast ku diun kështu të çuditshëm. Rast çuditshëm jo, thjesht për shembull çështje me fantazia, me gjëna, me sende, për shembull kur ka kërku, se ne shqiptarët jemi, domethënë pak jemi ndërtu ashtu mishkuj të duan, po kam rastisur për shembull femra kur ka dashur fantazia ose ku ta diun. Çfarë lloj fantazie për shembull? Për shembull, po fantazia të bëje treshe ose fantazia e kupton me kështu, si i thonë asaj, me agresivitete, me tesha, me kështu, e ke parasysh se termet tash nuk më kujtohen. E kuptoj. Po, si ke reaguar ti? Me gjithë qef. Nuk e ke problem, do me thënë? Ja. Thjesht nuk do ta merrje dot këtë femër seriozisht? Jo, nuk është puna, se unë kam pasur edhe lidhje serioze me kështu femre, e kupton? Okej. Po sepse tani, tani nëse një femër ty po të kërkon treshe, probabiliteti është shumë i lartë që ajo nuk ka fjetur vetëm me 5 individ, a kupton? Ja, prit një sekond. Unë fola përgjithsisht, po atë fundit edhe më kërku, çfarë ti bësh? Ama ka pasur raste kur edhe më kanë kërku. Jo, unë e kuptoj çfarë ti bësh, po se ti the që e kishe problem, domethënë, kështu që Jo. Unë realisht
e kam në aspektin, nuk është në aspektin fiziologjik problemi. Problemi është në aspektin psiqik. E kuptoj. E kupton? Pra ti nuk është se e sheh atë dhe e gjykon, ti thjesht thua që ajo do jetë e pakënaqur me ty. Jo, po fix. Do me thënë, është jo vetëm e pakënaqur me mua, po edhe me veten. E ke parasysh se un po flas tash direkt nga përvoja. Po. E kupton? Se për Po, absolutisht, po ti flet edhe nga përvoja jote mashkullore, ë? Po, fix. Se si ti mendon se mund ta perceptoj ajo në fund ditës. Se jo vetëm femërore mashkullore, po çdo personi sheh gjëra ndryshe. Po, se për punën e paragjykimit, unë asgjë e paragjykoj, çamë as unë e kam jetën e saj në dorë, as e ka ti më në dorë, ke parasysh. Mirë, po çështja është kur fillon ajo toksizmi pas një kohe, e kupton? E kuptoj. Se kjo pas një periudhe, për shembull, fillon të bëhet shumë toksike situata dhe kjo është e lodhshme. Okej, kuptoj. Okej. Më prit 2 sekonda të lutem? Po. Sa qef kam kur e bëj këtë? Prit. Alo? S'ne kishe marrë. Më kishe marrë ti, mo? O? Po. E mira. Të thjem sharracën e mbylli. I sa ti jam unë që po të shkruaj, thot ky. Alo? Alo. Ha, mo? Amoj. Qa po bën? Hiq për zotin. Ku ju të më hes? Ku jam të të hedh? Po në qëllë i videove në plera. Në plera? Në plera. Me vërtet? Po. Për zotin, shumë keq. Se meritoj. Jo. Për zotin, jo. Pse kështu? Po unë jam... Besoj që vlej qik më shumë se sa më plera. Po mirë në rrugë. Apo ta ngrej edhe i qik pjacën? Po, mjafton në rrugë, jam shumë okej. E gjen rrugën pastaj? Pa, në cilën rrugë, pa mirë. Atë pastaj nuk thuen këto gjona. Se? Po duhet ta kesh surprizë, dëgjoj tash. Më thoj. A ka rëndësi me sa veta ka fjetur një femër? Ja. Sa do ishte maksimalja jote? Pyetje shumë e vështirë, po mendoj që nuk është se nuk ka shumë rëndësi, besoj. Sa më shumë aq më mirë në një sens, edhe sa më pak aq më mirë në sensin tjetër. Po kë do zgjidhje nëse do të vinin pistolet në kokë? Po 25. 30 ndoshta maksimumi. 25-30. Po, do më thënë më shumë pastaj, I don't know. Ku jeton ti? Tiranë. Në Tiranë je rrit? Jo. Ku je rrit ti? Në Librazh. Qa thura? Po në rëpë shpia. Se të bëri habi fakti që jam I qikë më mendje hapur. Po që thjesht dhe këtë përgjigje. Ti, orientimi jot nga cila anë është? Në senso? Në sens femër mashkull. Femër. Okej. Po ti me sa... Jo ti, okej, nuk po të pyes për ty, po me sa veta mendon ti që duhet shkoj një mashkull apo e njëjta gjë? Pas bën diferencë. Do me thënë numri duhet jetë I barabart. Po, unë mendoj që nuk ka diferencë, me thënë drejtën. Ndërsa nëse një mashkull ka më pak se sa një femër, ose një me shumë, bëni që kontrast, po nuk është se... E kuptoj, po pse flet çik kështu sigur si janë Terezi? Jo, për zotin, nuk jam shumë Terezi, plus jam duke lujt për momentin, po të dëgjoj me shumë vëmendje. Po të bezdis që? Jo, me qenë me bezdis të kisha mbyll. Okej. Po t'ishte një femër pimp? Pimp, okej. Po vetë mos bote asnjë gjë, me thënë vetëm shiste femra tjera. Do I kishe marrë dot seriozisht ti atë femër? Po do merrte pimpi seriozisht mua.
Absolutisht që jo. As i farë lloj serioziteti. Prandaj them. Ku me pimpi veç ku të prodhoj lek. Pikërisht përgjigje me të njëjtën monedhë. Fix, e sakt. Më mirë të jetë kurv dhe mos ta di njëri, apo Kurv dhe mos ta di njëri. Apo, okay, po ty që të punon truri pastaj. A kena një eksperiencë kështu që të ke ngeli shtang me naj femër? Po një shtang. Ku di unë të shiva. Unë ta themi që një rast ka qenë që i kam shku të shtëpia botës. Kena marru punë edhe masi marrova punë zbulova që ajo ishte shtëpia burrit të botës edhe botja thjesht fuste rob all of a sudden. Po ku e si e more vesh ti që ishte shtëpia burrit asaj? Ma tha vet pasi të farkoha. Do me thënë ti kishe kohë që shkoje te shtëpia kësaj? Po në 2-3 herë. Okay. Nothing serious, po. Edhe si ta tha? Po i shpëtoj. Pa dashje, do me thënë as nuk ka dasht me ta thonë. Po mirë, s'kishte foto gjona në shtëpi kjo me burrin? Ose rroba, gjona, ku di unë. Se ishte pyetja më përpara, i kur që se di njeri, apo nesër nuk ishte, ose nuk ishte fokusuar unë mjaftueshëm ndoshta. Ma kuptojmë. Okej. Shumë faleminderit, më duhet një person me më pak logjik se ty për ta vazhduar këtë podcast, sepse kam nevojë për pak lot, e kupton? Ti i te kalon pak ato gjonat që duhet të kesh. Të kërkoj shumë falje. Po shumë faleminderit për telefonatën, je shumë i mirë, flasim. Merci. Ciao. Rene ÇPB. Opa. Alo? Qa bën ti, ore? Po ku jeti më? Po ku je ti, më? Po ke humbur fare. Po jo, unë vërdall jam gjithmonë. Ti ku ke humbur? Unë po qethem. Halal. Tash i live? Ha? Tash i live. Po sa se ke problem kur qetesh ta marrësh telefonin në vesh? Po jo, mos e kam dorë, se kam vesh. Jam speaker. Je speaker, a? Po të pyes. Po pra, jo ra speaker. Kusho ai që thot po pra, se s'po flisja me ty herë. Kushla. Respekt e kusho, pra, thash se ishte në një anonim. Hajde tash se kemi ceremoni, kemi pyetësor. Kemi pyetësor? Po. Tani live? Po tani live, ndërkohë që ti qethesh. Po. A ka rëndësi me sa individ ka fjeti femër? Jo. Jo, thot kusho, po ti? Edhe unë jo, the. Po pse mu duk si një ti zë, për shembull? Po unë fola. Okej, na falni, skuza. Jo, do me thëmë, po thot ajo kam qenë me 50 vet? Me 50 vet? Varet. Me 30 do ishte më mirë. Nëse është veç për inat nuk ka problem. Nëse do ishte veç për inat nuk ka problem, çfarë do me thënë kjo? Do me thënë që nuk ka problem, mund të vazhdojmë. Për një natë, thash se the për inat. Okej. Me thënë seriozisht nuk do e kishe marrë. Jo. Okej. Po një mashkull me sa femra mund të shkoj? Me sa të ketë mundësi. Që t'jetë okej, që t'jetë acceptable, si me thënë. Deri në 50. Deri si 50 apo 50? 50. 5 deri në 10. Jo. 50. 50 në muaj. 50 në muaj. Po. Sa i bin dit? Në ditë, dale, sa i bin. Po ti ai kap 2 muaj të paktën? Varet, se nuk i dihet si je me shëndetin me të gjitha. Është edhe punë shëndeti. Po. Okej. Po nëse një femër do ishte pimp, shiste do me thënë femra tjera, i vinte në ankand,
Vet nuk ka bo asnjëherë ndaj gjë të tilla, kupto? A e kishe marrë ti dot seriozisht? Po, ajo është kurvë me seder. Kurv me seder. Po. Po, pse i bi kurv nëse ajo vet nuk e bë këtë punë? Po, sepse janë kështu ato, janë... Jo, ati është grupazh kurvash. Ajo është krye kurva. Do me thënë, duhet tjetë të ti që ta boj atë punë. Si? Duhet tjetë të ti që ta boj atë punë, nuk e bo do të posë që. Po normale, duhet tjetë. Okej. Më mirë tjetë kurve mos ta di njeri, apo të mendojnë gjithë që është kurvë, po në fakt nuk është. Më mirë... Mendoj... Jo, më mirë e pare, më ngatron mua. Ha, kush? Më mirë tjetë kurve mos ta di njeri. Po mirë, apo gjithë Berber Shopi aty bëhen qënë këtë mua vetë që e thullë me së të lakë. Të mbërtit mes vendit. Më mirë tjetë kurvë. Po që tipi, po vdisha. Mirë, a ke pas ndaj eksperiencë me ndaj që s'ke dasht me pa mo me sy pas asaj gjoje qatë ka bo për shembull? Jo. Ke pas eksperienca paqësore? Po. A si kështu farë lloj loti? Jo, asë. Fare? Okej. Prit pak lutem, prit pak. Alo? Po me Lulli, Ha më zemra. qa bën e di? Hiç qa bën ti? Po e për zotin, tani pa shumërin të në të ja. Si? Tani që pa shumërin të në storin e ti e gjeta. Me zi e gjete pas jepen story. Pas e pa shumë story me ti e gjeta. Që put, Po, pas kam lodh, pas kam telendis. Po, kam në 3 kile vetë nga kërpjetë. Gjo se kam tem interesante. Po, më thuaj. Tashi, me sa individ, do me thënë qofse gruaja do martohesh nesër pas nesër. Po. Me sa veta mund të flej, mund të ketë fjet kjo më përpara? Sa është numri që është okay? Po ti unë dalet gjej mirë gruan. Po mirë më sa e ketë pranueshme ti? Okej. 3 3. veta. 3 më Po, thot njëri. po 3 thot njëri. 3 thot berberi. Te berberi e ti? Po. Ue, okay. Po mirë, po të thot, Më thot të në qëtë. po të thot, qa thot ajo? Po të isha i martuar, të të gruaja të ndizja tharë se në thot. Aha. Po nëse të thot 3 veta, thot edhe i femër. Po mirë, okej është pra. S'do i kishe problem. Nuk e kina problem, dy femra bash. Okej. Vini paket, tjetra. Po mirë, po të thot ajo gjo, thot, unë kam nevojë, thot, që i herë në muaj të shkoj pa tjetër të flej me i femër, pasi ju t'jeni martu. Nuk trahthoj, thot, as i gjo, e diti që si bo ajo atë. Po të ishe këti në këtë rast do t'a pranoja. Jo, s'po flasim për mu. Po edhe më them, po të ishe ti do t'a pranoja, po të ishe i tjetër se pranoja. S'ka shansa? E kam seriozisht, por se jam shumë kurioze ta di si e mendon. Jo. Nuk bëhet. Ty mund t'a bëja këtë tolerim, pas ati pëlqimi që kam dhe i teje. Po çike këto dallavere. Unë s'është dallaver, mua tani qash... O, dallaver është kjo, bur, dallaver është kjo. Okej. Tu përgjesh një gocë më... Si? Po le ta regjistroj. Po mirë më se kjo s'është po i bëjmë nej puçi vjedh sharacën, në studio jam. Në studio ja, akoma. Po. Nani. Akoma, thot ky, a thua dikuj ku kam qenë unë tërë ditën. Po e di ma, si se di, unë të ndjek. Okej, po më ndjek, po nuk e ke parë se qa bëj unë me jetën time, mbrapa kamerave. Po tani të kërkoja i shumë unë. Ha. Ku e di ku do kisha... Do më kishe qef kaq shumë, Do të kisha akoma më shumë i bje, nuk i di. e vërtet. Po tani, temën tjetër shka kemë. Vazhdojmë. Jo, unë do kisha qef në fakt më thoshe naj... Sa vjeç je ti? 24. 24. Po. Ku jeton? Te Pelen. Jeton te Pelen. Po. Qa bëhet në te Pelen? Që bëhet vares fare. S'ka më kejtë për zoti. Si është ty?
Po si o ta shtyp, ja, punojnë. Mirë, më prit 2 sekonda. Të pres 3 unë. 2 sekundë. Okej, do t'i mbajmë super short këto. Nuk e di pse të gjithë, se herët e kaluara më janë duke qik afdall, po ndoshta u kam bo edhe unë muhabetin qik lot. Goca, çuna, jam shumë kurioz nëse këto pyetje do ishin bërë në Amerikë se si do ishin përgjigj njerëzit, po nese. Ju dua shumë dhe kjo tema ishte shumë interesante, mendoj që mund ta vazhdoj si temë. Shihemi në episodin e radhës.